Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri Politikës Sociale në Maqedoninë e Veriut, Fatmir Limani, është pro zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Sipas tij, sa më shpejt ke zgjedhja, aq më mirë do të jetë për vendin dhe ekonominë. Nuk do të thotë se nuk jemi pro zgjedhjeve të parakoshme. Sa më shpejt aty janë ato, aq më mirë do të jetë për vendin tonë, për zhvillimin ekonomik. Limani tha se në rast të zgjedhjeve do të ketë rifreskim në vlen, por edhe në parti të tjera politike. Për rifreskimin e radhave si në kuadër të vlenit, ashtu edhe në kuadër të çdo subjekti e strukture politike. Motiko ka përfunduar unë dhe vleni. Reagimi erdhi pas paralajmërimeve të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Istra Mickoski, se është gati për të shkuar në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkon votën e emigrantëve në zgjedhje. Përmes rrjeteve sociale ai ka ftuar mërgjimtarët të regjistrohen për të votuar në 7 qershor. Kjo periudhë zgjat prej 6 deri me 17 maj. Andaj të gjithë ata që nuk mund të vinë në Kosovë për të votuar fizikisht, duhet ta bëjnë regjistrimin sa më parë. Të dashur bashkëdhetar, ata që mendojnë se do ta lodhin popullin, do të lodhen vetë. E ne që jemi në rrugë drejt nuk do të ndalemi asnjëherë së punuari për të mirën e përbashkët dhe interesin publik. Përmes një video të publikuar në profilin e tij në rrjetet sociale, Albin Kurti deklaroi se po i pamundsohet të punojë dhe se kundërshtarët e tij në thelb nuk respektojnë rezultatin zgjedhor. Albin Kurti tha se provoi gjithçka për të mos pasur sëri zgjedhje. Këta në thelb nuk e respektojnë rezultatin zgjedhor. Realisht këta po thonë se qytetarët votojnë, por ne me matematikat tona do ta prishim vullnetin e tyre të shprehur. Dhe kështu e dërguan vendin sërish në zgjedhje me shpresën që rrëzojnë qeverinë tonë të mirë të drejtë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare do të marrë 50 milion euro ua nga Banka Europiane e Investimeve për realizimin e ndërhyrjeve infrastrukturore në veri të vendit. Marrëveshja është me Bankën Europiane të Investimeve për Infrastrukturën Bashkiake për projektin Porta e Alpeve. Marrëveshja është miratuar nga Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural. Zëvendës ministri i Financave Endrit Yzeiraj bëri ditur se investimi synon përmirësimin e cilësisë së jetës së komuniteteve në veri të vendit përmes zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm, rritjes së lëvizshmërisë dhe përmirësimit të infrastrukturës publike. Financimi nga Banka Europiane e Investimeve parashikon mbulimin e 50% të kostos totale të projektit, ndërsa pjesa tjetër pritet mbulohet nga buxheti i shtetit dhe burime të tjera financimi. Porta e Alpeve synon krijimin e një korridori të integruar zhvillimi i cili lidh Alpet shqiptare me bregdetin adriatik përmes Shkodrës, liçenit të Shkodrës, Lumit, Buna, Vjosës dhe Shëngjinit. Kryetaria e Komisionit të Turizmit, Kulturës dhe Diasporës Ina Zhupa denoncoi nismën Porta e Alpeve si një paketë me prapavije elektorale për zgjedhjet lokale të vitit 2027. Duke kritikuar për mungesë transparence, deputetja e Partisë Demokratike vlerëson se bëhet fjalë për një marrëveshje borxhi për 50 milion eurosh pas destinacion të qartë që rrezikon të përdoret për shpërndarje fondesh gjatë fushatës dhe për interesa partijake. Do të jenë si kontribute për të zgjedhur të preferuarit e partisë për të marrë projekte nga Porta e Alpeve, apelon Ina Zhupa. Bota. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të mbeten një forcë besueshme brenda NATO-s, ndërsa tensionet transballkanike arritur sërish për shkak të planeve të presidentit Donald Trump për të tërhequr mijëra trupa nga Gjermania brenda një viti. Aleatët europianë të NATO-s janë të gatshëm të marrin më shumë përgjegjësi brenda Aleancës së Mbrojtjes, tha Steinmeier gjatë një vizite në Stockholm. Megjithatë, sipas tij ka ende nevojë për mbrojtjen amerikane. Njoftimi amerikan erdhi në një kohë kur Donald Trump reagoi ashpër ndaj komenteve të kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili akuzoi Washingtonit për mungesë të një strategjie të qartë me Iranin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.